Jo çdo nxënës mund t'i drejtohet zyreve të psikologëve shkollor për ndonjë këshill apo problematik që i preokupon. E gjithë kjo ndodh si pasojë e mungesës së psikologëve nëpër shkolla, pasi që është ligji ai i cili përcakton që një shkollë duhet të ketë mbi 1300 nxënës për të pasur psikologun brenda shkollës. E roli i psikologut në shkollë konsiderohet të jetë i pazëvendësueshëm për të siguruar një kujdes më të mirë për nxënësit, por edhe për ta ndihmuar stafin mësimor gjatë punës me fëmijë. Kështu shprehet psikologja e shkollës Jeronim Derada në Ferizaj, Zylfie Thaçi. Sipas saj, vetëdijsimi i nxënësve për të konsultuar me të është shtuar dukshëm, duke përcjell kështu problemet nga më të ndryshmet. Zakonisht mirë me nxënës të cilat kanë probleme emocionale, probleme në sjellje, mandej kanë retardime mendore, retardime të ndryshme mendore, fëmijë të cilët kanë ngecje në të nxënë dhe probleme të tilla. Problemet në familje kanë shumë lidhshmëri me problemet, do thotë këto që janë në shkollë. Dhe normalisht që ato i përcjellin. I thonë edhe ato problemet që i kanë në shkollë. Psikologja Thaçi thot se nxënësit me të cilët konsultohet i përcjell në vazhdimsi në mënyrë që puna me ta të jap rezultate. Normalisht nuk janë rezultatet shumë të shpejta, po unë gjithmonë jam në përcjellje të këtyre fëmijëve edhe do të thotë rezultatet gjithmonë janë të dukshme. Masanaj gjithmonë do të thotë mbaj dhe një kontakt me prindërit ku duhet patjetër t'ju informoj për procesin në cilin po kalon fëmia i tyre, se a është adaptuar lehtë çka dhe ata mund t'ju ofrojnë ndihmë të tjerë. E në drejtorinë e arsimit në Ferizaj, mungesën e psikologëve në shkolla e arsyetojnë me mungesë të mjeteve buxhetore.